Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, vazhdojmë në hutbët e xumas me ajetet e surës Furqan, e sidomos në hijen e ajeteve të fundit të surës Furqan, ku treguam në hutbën e kaluar, ku Allahu Azza wa Jall kur i lavdëroi këta robër, të cilët janë robërit e mëshiruesit që i ka dalluar Allahu Azza wa Jall dhe i ka përshkruar në librin e tij dhe ju ka treguar besimtarve se si duhet të jetë një rob i Allahut Azza wa Jall, të cilët i ka futur në mëshirën e tij dhe i ka përgatitur xhenete dhe ka përgatitur mirësi dhe dhunti të shumta në ahiret, në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu subhanahu wa taala tha në ajet: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun." Allahu Azza wa Jall pasi na tregoi se ata janë të përpikur në zbatimin e urdhave të Allahut Azza wa Jall, po ashtu edhe ata janë të cilët ndalohen në ndalesat e Allahut Azza wa Jall. Ndalesa e parë, e cila ishte më e rëndësishmja, ishte tauhidi dhe shirku, i cili është një nga mëkatet më të mëdha të cilët bëhet në sipërfaqen e tokës. Krimi më i madh është pra shirku, ku Allahu Azza wa Jall thot: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Ata kur adhurojnë, ata kur bëjnë ibadet, ata kur drejtohen me lutje Allahut Azza wa Jall, ata nuk i përshkruajnë shirk, ata nuk i përshkruajnë rival në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe më pas e renditi në vendin e dytë në këtë varg të këtij ajeti të Kur'anor, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Dhe këta njerëzit nga mëkati i madh dhe ndalesa më e madhe që këto kanë frikë dhe ndalohen është vrasja, është mbytja, është derdhja e gjakut pa të drejtë. Dhe kjo është aq shumë e shenjtë dhe aq shumë e madhe, sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam në haxhin lamtumirës, i cili ishte një haxh dhe ishte një mesazh aq i madh dhe ishte një hutbe e cila ishte hutbja lamtumirës, hutbja e parë dhe e fundit në vendin më të zgjedhur në Arafat, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke ju drejtuar sahabeve, ju tha: "Eju beledikum hadha", çfarë është ky vendi? Çka është ky vendi? "Eju ku yawmikum hadha", çfarë dite është ky vend? Derisa menduam sahabët se do ta emërton pejgamberi alayhi salatu wassalam me një emër tjetër këtë vend, dhe këtë ditë e cila është dita e Arafatit do ta emërton me një emër tjetër. Tha: "Elejse beledikum hadha al-haram", a nuk është ky vend i shenjtë që e ka shëntruar Allahu? "Elejse hadha ash-shahru al-haram", a nuk është ky muaj i shenjtë? A nuk është kjo ditë e shenjtë, dita e Arafatit? Tha: "Inna dima'akum wa amwalukum haramun alaykum ka yawmikum hadha ka baladikum hadha." Tha: "Dijeni se gjaku i besimtarit është më i shenjtë se sa ky vend, se sa dita e Arafatit, se sa kjo ditë e madhe e cila është dita e pranimit lutjes, që është dita e Arafatit." Me na tregu se gjaku është aq i shenjtë tek Allahu Azza wa Jall, është më i shenjtë se sa Qabja, është më i shenjtë se sa Arafati, është më i shenjtë se këtë bota dhe çka kanë ta. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "La zawalu dunya ahwanu ala Allahi min ihraqi dam." Te Allahu Azza wa Jall është më i shenjtë gjaku i besimtarit se sa shkatrimi i qiellit dhe i tokës. Me një hadith tjetër tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Law ijtama'u ahlu as-samawati wa ahlu al-ardi bi ihraqi dami imri'in muslim la akabbahum Allahu fi an-nar." Nëse ishim lidh banues të qiellit dhe banues të tokës për të marrë pjesë njëri tjetri, për ta mbyt një besimtar, për ta mbyt një njeri dhe për t'ia derdhë gjakun, Allahu Azza wa Jall do ta kishte pas lehtë që ti fundos dhe ti shtin në zjarr të xhenemit të gjithë ata të cilët janë në qiell dhe të gjithë ata të cilët janë në tokë, për të na treguar rëndësinë e madhe dhe shenjtrinë e gjakut të njeriut, e sidomos të besimtarit.
Allahu Azza wa Jall i tregoi 4 kërcënime të një pasnjëshme në Kur'an, ku tha: "Men qatala mu'minan", kush e mbit një besimtar, "Men qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e mbit një besimtar pa të drejtë, kush e derdh gjakun e një besimtarit pa të drejtë, fajaza'u jahannam, dënimi i tij do të jetë me xhehenem. Pastaj tha: "Khalidan fiha", ati do të jetë për gjithmonë. "Wa ghadiba Allahu alayhim", dhe do të jetë hidhrimi i Allahut Azza wa Jall mbi ta. "Wa la'anahu", dhe do t'i mallkon Allahu Azza wa Jall. "Wa a'adda lahum 'adhaban 'azima", dhe do të kenë një dënim shumë të madh ai që merr të drejtë ta mbit një besimtar. Shiko se sa është shenjtria e madhe e një besimtarit, e një njeriut i cili e dëshmon shahadetin. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari është i lirë, besimtari është i shenjtë deri në momentin që derdh një gjak të pafajshëm të një besimtarit. Usama ibn Zeid, i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabi i nderuar, thot na dërgoi pejgamberi alayhi salatu wassalam një luftë prej luftave, thot dhe luftuam, e korëm suksesin në luftë, me mu ishte një djalosh i ri nga ensarët, ku e u afruam dhe një njeri na pa nga mushrikët në anën tjetër, që jemi duke afruar, mshej mas drunit. Thot ne i dolem të dy anësh, dhe a i tha: "La ilaha illallah Muhammed Rasulullah." Thot ensariu e uli shpatën, e unë thot e godita me shpatë dhe mbyta atë person. Pasi që a ishte mshehur mas asoj peme dhe tha la ilaha illallah, erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ja tregoi rastin se e kishte vrarë një person që ishte mshehur mas një peme dhe e kishte dëshmuar shahadetin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Ja Usame, çka do të ishte puna jote nëse ditën e gjykimit do të vjen ai person dhe do të vjen me shahadetin la ilaha illallah para Allahu, si do të jetë gjendja jote?" Tha: "Ja Rasulullah, aje ishte mushrik dhe në momentet e frigës a ju fshef pas drunit dhe e dëshmoj shahadetin nga friga." Tha: "Ja Usame, e si kur të kishte thonë ai shahadetin me drejt, çfarë përgjigje do t'i jepsh Allahut kur do t'i thot Allahut: o Zot, unë e thash la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, e ke më mbyti. Unë e thash la ilaha illallah, e ke më mbyti." Për ata vëllezër të nderuar, thot Abdullah ibn Abbasi, do të vjen ditën e gjykimit një person i cili thot gjaku i rrjedh nga qafa e tij dhe nga gjoksi dhe barku i tij, që është godit nga tjetri besimtar. Thot duke i rrjedh gjaku, do ta ka për teshat personin, do të afrohet nën arshin e Allahut dhe do t'i thot: "Ja Rab, isal hadha liman qatalani." O Zot, pyete këtë person pse ki më ka vrarë. Pyete këtë person pse ki më mbyti. Për me tregu se aq është e madhe, e a thot Allahu Azza wa Jall: "Ki do t'jetë njeriu më i nënshmuar dhe do të futet në zjarr të xhehenemit, sepse e ka derdh një gjak e cila është gjaku aq i shenjtë tek Allahu Azza wa Jall." Për ata Allahu subhanahu wa taala na tregon neve që edhe më herët popujve ja u kishte regjistruar në librat e tyre dhe ju kishte treguar për kërcënimin e madh. Ai njeri i cili merr guzim që të mbyt një njeri, tha: "Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a." Tha: "Kështu e kemi regjistruar tek bani Israilet në Teurat se ai që e mbit një njeri pa faj, ai njeri që e mbit pa faj është sikur se me vra këtë njerëzimin në ruzllin toksor. Gjunoju aq i madh sa që me pas mbit këtë njerëzimin në tokë." Pse themi vëllezër të nderuar, është tema që jemi duke i shpjeguar ajetet në surën
Furkan, mirë po shohim në kohët e sodit që është bë vrasja, është bë mbytja aq e lehtë, aq është bë sikur se me mbit një mis, sikur me mbit një bubrec, është bë domthon aq lehtë derdhja e gjakut muslimanit, a kjo është aq e shenjtë. Aq është një emanet që ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe do ta pyes robin ditën e gjykimit, pse ja more ti shpirtin? A ishte kjo amaneti im, apo ishte në kompetencat tua? Pse mbyte këtë njeri pa të drejtë? A ja dhave ti shpirtin, apo ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall, krijuesi i gjithësisë, dhe ai cakton dhe nuk je ti i cili ja merr shpirtin njeriu pa të drejtë. Për shkak se kjo është shenjtëria aq e madhe, sa që djetarët thënë është regjistru në të gjithë fetë e botës 5 gjëra të cilat janë më të shenjta tek njeriu. Është e para feja, e dyta është shpirti, e treta është nderi, është mendja, logjika dhe është pasuria e njeriu. Këta janë gjëra të shenjta që këtë fejat janë dakord për ruajtjen dhe për vlerën dhe shenjtrinë e madhe që e përmbajnë këta në veti. E para për tyre është tauhidi, para dini feja, e dyta për njëherë pas fejes vjen domethënë çka? Shpirti i njeriu, i cili e ka një vlerë shumë të madhe që është dhurat nga ana e Allahut Azza wa Jall. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, fi akhir az-zaman yukthar al-harj, tha në kohët e fundit, në shenjat e kiametit, ka fundi do të shtohet herxhi. I than qila wa mal harju ya Rasulullah, çka është herxhi i dërguari i Allahut? Tha el qatlu, vrasja. Do të shtohet tek njerëzit vrasja, se do të paksohet frika ndaj Allahut, do të paksohet përgjegjësia ndaj Allahut dhe do të shtohet gjakderdhja, sepse do t'i kaplon njerëzit lakmia e kësaj dunjojës, do t'i lakmohet hasedi, pëlqimi, dhe do të vjere për një gjë shumë të thjeshtë, për një punë shumë të vogël, shumë të imtë, që të vrahen besimtarët në mesvete. E na ka treguar Allahu Azza wa Jall në librin e tij, po ashtu dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në sunetin e tij, që është aq e madhe ky gjest, i cili është aq i shëmtuar ky mëkat, derisa pejgamberi alayhi salatu wassalam kur na tregoi tha, e pyetën ejur ekber el kebair, cilët janë mëkatet më të mëdha nga mëkatet e mëdha? Tha el ishraku billahi wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu bil haq. Tha cilët janë mëkatet më të mëdha nga mëkatet e mëdha? Tha e para është i shoqërojsh Allahut Azza wa Jall në adhurim rival, pra ti bësh shirk, dhe e dyta është të mbysish dhe të vrasish njeri pa të drejtë. Kjo është nga mëkatet më të mëdha që i renditje e para tauhidi, edhe e dyta vlerëshmëria dhe shenjtria e shpirtit dhe e gjakut të besimtarit. Pra Allahu Azza wa Jall na tregon robrit e mëshiruesit janë ata që kanë dro dhe kanë frikë dhe ndalen në ndalesat e Allahut Azza wa Jall, dhe një nga ndalesat e mëdha që i ka përmend në këtë sure është vrasja. Vëllezër të nderuar, duhet të çdo njeri nga ne të kemi kujdes, të këshillojmë njëri tjetrin nga e mira. Pse? Sepse është shtuar zullumi për pak e për shumë, ndoshta për një vetur që e ka parkuar keq, i nxjerrin thikat dhe i nxjerrin kallashat dhe fillojnë me gjujt njëri tjetri. E kjo tregon se aq ka rënë niveli dobësashëm që për një parking të kerit, e cila nuk është e jotja, është ndoshta vend publik, vetëm se ja ka zonë venin, ja ka zonë rrugën, edhe dalin, edhe çka vrahen nërmes veti. E me një vend ku mungon urdhrimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, atëherë vazhdon me u përhap e keqja, e kur të përhapët atë shumë e keqja dhe përhapët atë shumë gjunoj, pastaj mendojmë se është atë që e thjesht, sa që me sikur se një mitë që në ndalet në hundën tonë dhe pastaj e dëbojmë. Kështu e përshkujti pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha besimtari kur i vjen një gjuna prej gjunaheve, i duket sikur një kodër e madhe miron mbi kokën e tij, e thot ai që është kriminal, ai që është mëkatar, i duket si një mis mi ndal në hund dhe e dëbon kur të don ai. Elusim Allahun Azza wa Jall që të vëdison besimtarët
muslimanët tonë që ta kuptojnë se gjaku dhe jeta e njerit është shumë e shenjtë dhe është dhurat nga ana e Allahut Azza wa Jall, ta ruajnë njëri tjetrin, ta respektojnë njëri tjetrin, ta tolerojnë njëri tjetrin, ta duan për hir të Allahut, sepse fundit jemi vëllezër. Allahu Azza wa Jall thot innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, që ja duan njëri tjetrin të mirën, që janë ata sikur se një trup i përshkruajti pejgamberi alayhi salatu wassalam.